Numri 2 i qeverisë shqiptare, Belinda Balluku, është parë sot duke hyrë në kryeministri pas vendimit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila caktoi ndaj saj 2 masa: pezullim të ushtrimit të detyrës dhe funksionit si zëvendës kryeministre, ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, si edhe ndalim të daljes jashtë vendit. Masat u vendosën pas hetimeve të nisura nga SPAK mbi çështje që lidhen me ushtrimin e detyrës së saj. Balluku, e cila ka reaguar më parë në kuvend duke i konsideruar akuzat si sulme personale dhe politike, pritet marrë pjesë në takime zyrtare dhe të bashkëpunojë me strukturat e qeverisë për të garantuar funksionimin normal të institucionit, ndërsa organet ligjzbetuese vijojnë procedurat e tyre hetimore. Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm për qeverinë shqiptare, duke rikthyer fokusin mbi hetimet e SPAK-ut. Ndërkohë pritet që të sqarohet më tej se si do të ndikojnë këto masa mbi funksionimin e përditshëm të ministres dhe zëvendës kryeministres në agjendën e saj politike. Ndërkohë nuk ka ende një reagim zyrtar nga vetë Belinda Balluku mbi vendimarrjen e fundit të gjykatës së posaçme apo nga eksponentë të tjerë të lartë të qeverisë Rama me këtë të fundit në krye.